lutemi vllazën e motrat të dashtun, Zotit Hyu ton ta benkoj këtuj, me cilin duhem të stërpikemi në përkujtimin e pagëzimit ton. Zotin na nimoft të qëndrojmë besnik shpirtit shenjtë që kemi marrë. O Hy gjithëpushtetshëm e jashtëm, Ty a ke dhuruar njerëzve ujin që i mban jetë dhe i pastron. E do që ai gjithashtu t'i laj shpirtrat tanë, le të na sjell jetën e pasosën. Dënjohu ta benkosh këtuj. Në këtë ditë të kushtuar Ty, me këtuj përtrite në ne burimin e gjallë të hirit tënd, na mbro prej çdo të keqe të shpirtit të trupit, që të mund të afrohemi të Ti me zemër të pastër, e të nxjerrim sa më shumë fryte prej shërbimit tënd në për Krishtin Zotin ton. Me përvujtëri po të lutemi o Hy gjithëpushtetshëm, dënjohu ta benkosh këtë kryp. Ti dikur i urdhnove Elizeut profet ta qesën ujë që të shrohet shtërpësia e ujit. Premto Zot që kudo të stërpiket ky ujë i përzier me kryp, të largohet të çdo sulm i armikut e të na ruaj prania e shpirtit shenjtë në për Krishtin Zotin ton. në mentatit e të birit e shpirtit shenjtë. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e Hyut Atë dhe ndikimi i shpirtit shenjtë, qoftë me ju të gjithë.
Vllazën e motra, ti pranojmë katit tona, që të mund t'i kremtojmë denjësisht këto mistere të shenjta. Por fehim para hyrë të gjithë pushtetshëm e para jush o vllazën, se kanë katnuar ranë me mendime, me vepra e detyrë të pakryme. Në temë, për fajnë temë, po i porositëm së Mari gjithmonë ligjër. E o vllazë, që të lutemi për mua. Hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona, dhe na përcjell në jetën e pasosur.
Të lutemi. O hy, ti që në ditën e sotme në nullkeqen e një ylli në dëftove, u adëftove popujve të një lindurin birin tëndë, bajnë në mirësin tënde, që ne cilët kemi njoftur me anë të fesë, të arrim të kundrojmë shkelqimin e lumëturi i sate, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tëndë, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shajt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej librit të Isaias profet. Ngrehu, shkëlqe se po vjen drita jote. Mbi ty po lind lavdia e Zotit, sepse tokën po e mbulon terri, dhe një errësirë e madhe popujt. Kurse mbi ty, dritë bën Zoti e lavdia e tij mbi ty do të shihet. Në dritën tënde do të ecin popujt dhe mbretërit, në lindjen e shkëlqimit tënd. Lartësoj për rreth syt e tu e shiko. Të gjithë këta po mblidhen, tek ti po vinë. Bijtë e tu po vinë prej së largu, bijat e tua para duarsh po i sjellin. Atëherë do të shikosh, fytyra do të të ndryshojë, zemra do të të rrahë e do të zgjerohet, sepse pasuritë e detit do të zbrasin tek ti, të mirat e popujve do të vinë tek ti. Mori gamilesh do të të mbulojnë, gamile një gungshë nga Madiani e Efa. Të gjithë do vinë nga Saba, arë e kem do të sjellin, e do t'i këndojnë lavdë e Zotit. Fjala e Zotit. O hy, jepja mbretit gjygjin tënd, dhe drejtsin tënde birit të mbretit, që ta gjykoj popullin tënd me drejtësi, e skamnorve të tu t'u jap të drejtën. Në ditët e tia do të lullëzoj drejtësia dhe paqe e male derisa të jetë hëna. Do të sundoj prej detit në det, prej lumit e deri në skajin e botës. Mbretërit e Tarsisit edhe të ishujve, dhurata do të sjellin. Mbretërit e Arabëve e të Sabës do të lajnë të dhjetat. Të gjithë mbretërit para ti përmbys do të bien, e popujt mbar do t'i shërbejnë. A i do t'a shpëtoj skamnorin që fshan, të varfrin që nuk ka ndihmetar. Mëshirë do t'ketë për të mirin e të vobektin, dhe skamnorve do t'ua shpëtoj jetën. Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, mendoj se pa tjetër do të keni marrë vesh për hirin që hyj për ta quar në vend synimin e vet, ma ka lënë për të mirën tuaj, se me zbules që zhven në njohuri të misterit, për të cilin shkurtimisht posa ju vura në djeni. Misteri i Krishtit
nuk u qenë zbuluar njerëzve të breznive të shkuara, sikurse tani u është zbuluar në shpirtin shenjt apostujve të tij, të shenjt dhe profeteve, se paganet në Jezu Krishtin janë bashkëpjesëtarë të njëjtit trashëgim, bashkëgjymtyrë të njëjtit trup dhe bashkantarë të njëjtit premtim në sajet të Ungjillit. Fjala e Zotit. E pam yllin e tij duke lindur, dhe erdhem t'i shprehim dërimet tona. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Pasi Jezus I lindi në Betlehemin e Judejës, në kohën e mbretit Herod, kur që prej lindjes ja behen në Jeruzalem disa dietar e pyetën: ku është foshnja e lindur që do të bahet mbreti i Judejve? Sepse pam yllin e tij duke lindë, le erdhëm t'i shprehim ndërimet tona. Mbreti Herod posa I dëgjoi këto fjalë u shqetësua vetë, e me ta e mbari Jeruzalemi. I bashkoi të gjithë kryepriftrin të skript e popullit, le I pyeti ku duhet të lindë Mesia. Ata I përgjigjen: në Betlehemin e Judejës, sepse kështu ka shkruar profeti: e ti, o Betlehem, tokë e Judës, ti nuk je kurse si ma I parëndësishmi ndër qytetet princore të Judës, sepse prej te do dalë princi që do ta udhëheq popullin tim Izraelin. Atëherë Herodi I thiri fshehtasi dietarët. Le me kujdes mori hetime prejësisht rreth kohës kur u ishte duktur ylli. Pastaj I dërgoi në Betlehem duke u thënë: shkoni, le bani me kujdes kërkime rreth fëmijës. Kur ta gjeni, lajmëroni që le vetë të vi e t'i shpreh ndërimet e mia. Ata si e dëgjuan mbretin u nisën, leja ylli që I kishin pa në lindjen e tij u shkonte përpara derisa nuk xuni vend aty ku ishte fëmia. Ata kur e pan yllin u ban shëndëver, e si hyn në shtëpi, pan fëmin me Marin, tamën e tij, ranë përmbys, le I shprehen ndërimet e tyne. Pastaj hapen thesaret e veta e I luruan arë. Kem e mirën, të mësuam në andër prej hyu të mos ktheheshin te Herodi, u kthyen një rrugë tjetër në vendin e vet. Fjala e Zotit. Vllazën e motra, çka kremtojmë sot me këtë festën që e quajmë
dëftimi i Zotit, ose zbulimi i Zotit. Kisha i ka lënë aq rëndësi sa në leximin e dytë Shën Pali, si me thanë, hjekat velin që nuk lejon të shihte, e hjekat velin edhe ne zbulon se çka ka ndodhur një gjë e rëndësishme në histori e që kishte ndodhur në kohën e tij, në kohën e apostujve, e nuk kishte ndodhur përpara. Çka ka ndodhur që tashti ishte zbulua e përpara ishte kanë fshehun si mister. Shën Pali pra në shpjegon me këto fjalë shkurta, po i shkruante bashkisë krishterë në Efez. E ju thoshte kështu: vllazën, mendoj se pa tjetër e keni marrë vesh për hirin që hyu për ta çuar në mend synimin e vet, ma ka lanë për të mirën tuaj. Pra, ai po thoshte se mua, Palit, Zoti ma ka lanë një hirë që nuk është për mua, është për të mirën tuaj, atyne që po shkruante, pa ju për shkruante krishterëve. Edhe këtë hirë që ma ka lanë mua, është si pas synimit ti të ka hershëm. Ky synim që sot në leximin e Ungjillit na tregohet nëpërmjet disa personazheve që shihen edhe këtu te Betlehemi, janë disa personazhe, 3 personazhe veçanta që Ungjilli i quhen dietar. Ungjilli i quhen të dijshëm, ndoshta merreshin me njohjen e yjeve, ishin ekspert yjesh, ndoshta astrolog, por nuk është se kishin njohjen e Zotit, por e kërkoshin nëpërmjet asaj rrugët, kërkoshin gjëra të rëndësishme në jetë. Këta 3 dietarë kishin pa një yll, edhe e kishin njohë se ky yll, si pas dijes tyne, i përkiste një mreti që duke i të linte në Jude, aty ku kali, do më thënë në Betlehem, ku kali e Krishti. Edhe ishin nis rrugës, ishin nis në këtë ultim. Në këtë ultim me shku deri të vendi, si do të thonte, kur shkojnë të Herod, do të thoshin, po, ku është vendi ku do të lindin mbreti i Judejve? Sepse kem pa yllin e ti, edhe ata ishin të bindun se ai yll paralajmëronte se ka me lind një mbret që ka me sundua botën. Edhe në fakt, kështu është. Ai yll që është Jezu Krishti, që ka le, edhe ka fillu me marë sundimin e ti, por merret vesh krejt të ndryshe prej sundimit kësaj bote. Kur Jezusin kanë me paraqit para Pilatit që sundonte në Jude, edhe Pilati, tu pas dëgjua her pas heret se këti Jezusit po i thonë se është mret, atëre le pyet, po a je ti mreti i Judejve, si që thonë këta? Thoshte Jezusi, po, ti vetë the, unë jam mret, por jo si pas kësaj bote. E Jezusi donte me thanë, jam mret i vërtet, po jo si pas rregullave tua, si pas rregullave të mretërve kësaj bote, por jam mret. Profet paralajmëronin se ky ka me sundu botën shpirtnisht, jo me ushtri. Kur Jezusin e kanë kap natë ajtën e male, e kanë arrestua, atër Pietri, për natyren e ti njerëzore, filloj me mbrojt Jezusin, e zori thot shpatën, e filloj me luftua për me mbrojt Jezusi e nale i tha,
ja spjegoj pikrisht se mbretëria ti nuk është si kjo. Ele ja shtoj e i tha, po të kisha dasht, unë kam muj me i kërku atit tim një legjon elgjësh pra, ushtar, qelor, që tjenë me mua, të luftojnë për mua e të më mbrojnë, por nuk e kam kërkua këtë legjon elgjësh. E ka dasht pikrisht me spjegua se mbretëria e me nuk është e kësaj natyret. Është një natyret tjetër, shpirtnore, por reale. Shpirtnore nuk do të thot asgjë, por është reale. Pra, këta tre dietar po kërkonin, ata ishin të bindun si pas njohjeve të tyne, se ky yll shënonte se ashtu ardh një mret që do të sundoj. Një mret që ishte e lej paralajmëruar si yll, pikrisht kështu si po e shihnin këta dietar. Në Besilën e vjetër, po shumë shekuj më parë, tregon libri i numrave se mreti Moabit ishte në luftë me popullin e Zotit, me popullin e hebrejve. Edhe nuk po ja delte. Luftonin me ushtri, nuk po ja delnin me fitua popullin e hebrejve. Qyse me ushtar e me karroca nuk po ja mrin të këtë, atër i shkojnë ndërmend një gjë, e tha, e dinte se ekzistonte një magjistar i fuqishëm me emrin Balam. Ele i kishte çu fjalë që eja se kam një punë për ty, që më duket mua. Ele Balamit i kishte thënë me pagesë, me rrëdhësh si gjithmonë, që ti duhet me ardhë me mua në malin i cili sondon e prej aty shihet ton lufta që po bëhet me popullin e hebrejve. Ele ti duhet me mallku këtë popull që ata të zbrapsën e të tërhjekën e unë të fitoj si mreti Moabit. Ele Balami e dëgjoj mretin, shkoj me ta në vendin ku duhej me pa tonat fusht betejës, ele mreti po priste që ta malkonte, ele të mposhte i ky popull. Por çuditërisht, në mend se me fillu me malkua, ky fillonte me bekua atë popull. Mreti kishte me t'i habitun, si me dash me i thanë, po nuk të kam thirr me beku këtë popull, të kam thirr me malku këtë popull. E i thoshte, malkoje. Ky prap, në mend se me malkua, e bekon të këtë popull. Atër ja spjegoj, sot jam tu pa, derisa kishte shku aty me vullnetin e tij, me mallkua këtë popull, sot jam tu pa. Por jo për tash, po për një kohë të largët. Kjo ngjarje ishte me shekuj përpara. Sot po e shoh për një kohë të largët. Po e shoh një yll që po lind, një yll që po shkëlqen. Edhe kështu po lajmëronte në vërtet atë që ka kishin pa tre dietarët që na tregoj sot Ungjilli. Pra, këto ishin synimet e Zotit që po flitte Shënpali. Sot, moshlon një hirë, do me thënë, Zotit po i çonte në vend synimet e tia, ma kalon këtë hirë për të mirën tuaj. Ele e tregon hinën zemrën e këti hiri që ja kishte lënë Zoti. Pra që ka po kremtojmë sot. Sot e kam marrë si zbules. Zbules do të thot, nuk është se e dinte ai me mendjen e vet e me inteligjencën e vet njerëzore, por sot ma ka zbulua Zoti e më ka vun njohuni të një misterit. Misteri është një gjë që ishte e fshehtë, por është zbulua. E për cilin shkurtimisht po sa ju vuna ndjeni kishte shkruar përpara. E në çka përbahet ky mister që Zoti ja kishte zbulua palit. E thot, ky mister nuk është zbulua breznive të përparshme. Nuk e kanë dinë njerëzit përpara. Sikur se është zbulua, tashti
nëpërmjet Shpirtit Shenjtë. E në qka përbaj ky mister që përpara sishte zbulua. Populli i Zotit, populli hebrejve, aty ku ka lind Krishti, pra se edhe ky vet ishte prej atij popullit, e kishte një bindje se fetare, thellë, se ata janë populli i Zotit. Edhe atër quhe, edhe sot e kësaj dite quhet se është populli i Zotit, që e ka, si më thënë, e ka ndërtuar Zoti këtë popull nëpërmjet Abrahamit, por e kishin krijuar një bindje fetare, e të gjithë e mendonin ashtu, se vetëm ata janë të Zotit. Kurse popujt tjerë që quheshin popujt pagan, quheshin atëre, kështu edhe lexojmë në librat e shenjtë, domethënë shumë herë Shën Pali e përdor fjalën pagand, po me pagand nën kuptohej tan popujt tjerë, përveç populli i Izraelit, populli i Zotit, që ishte i bekuar prej Zotit. Por Zoti nuk e ka pas synimin vetëm me zgjell e me dashtat popull e me shpëtuat popull. Në synimet e Zotit ishte që ai popull tjetë benkim edhe për shumë popull tjerë, e prej atij popullit të linte mreti i gjithë mretërve Jezu Krishti, e që më të vërtet të bëhej shpëtimtar për gjithë. Por populli besimtar mendonte vetëm na jem të Zotit, tjerët janë të humun, tjerët janë larg, e tjerët nuk janë të dashtun prej Zotit. Është një ngjarje në Ungjil që tregon se si e kishin bindjen tan populli. Edhe vetë Jezusi atëre përdor një fjalë, pikërisht për me shpreh se kështu menon populli për ju. Ishte një grua që po i shkonte pas me lutje. Po e thirrte emrin e tij e po i kërkonte, thoshte: "Ma shëro vajzën se e kam në fill të vdekjes." Edhe Ungjilli tregon se Jezusi nuk po e vente veshin, dukej se s'po e vente veshin. Edhe vazhdonte me ecë me apostujt e tij. E ajo prapë vazhdonte me i thanë: "Ma dëgjo fjalën, ma shëro vajzën, është në fill të vdekjes, eja, para se të vdes." Edhe aq shumë po ja thoshte sa edhe apostujt filluan me i thanë Jezusit: "Kryeja këtë nder, ban çka po të kërkon e të hekim qafet se po të lol, e ashtu na lol me kërkesën e saj." Atëherë Jezusi filloi me i përgjigj kësaj gruaje, i tha: "Po, unë jam i dërguar për popullin e Izraelit, për popullin hebraik, për popullin e Zotit." E nuk është e drejtë, i thoshte Jezusi, atëherë përdor një fjalë pikërisht me shprehton mentalitetin e popullit. I thoshte: "Nuk është e drejtë që ushqimin, që është për fëmijë, t'ia qes klyshave." Po ata ton populli e quante, paganti quanin, janë si qenjt, si klyshat. Atë Jezusi e përdor pikërisht këtë fjalë për me treguar tan atë çka banin mendje tyne një popull. Atër kjo gruaja i përgjigji: "Po, por prej dramcave që bien prej tavolinës i ushqejmë edhe kryshat." Ajo tregoi në fakt fen në Jezusin, fen në çka është Jezusi, çka mund të bëjë Jezusi, e Jezusi t'i pëlqej shumë. Pra, ishte një mendje, ishte mendje fetare, shumë e kufizume, që Zoti nuk e donte ashtu. Atë Shën Pali pra thot: "Zoti ma ka zbulua këtë mister të fshehun, se ele pagant, pra ele popujt tjerë, e mes cilve janë kanë ele popujt tanë, jo vetëm ata që ishin përreth tyne, por tanë popujt tjerë, ele popujt ku ishin të parë tanë me shekuj e me shekuj, pra ma ka zbulu se le pagant në Jezu Krishtin janë bashk pjesëtarë në të njëjtin trashëgim. Kur ati e ka dërgu Jezusin, e që e kem kremtuar në këto ditë, ka lindë mes nesh, e kur ati e ka dorëzuar birin e vetë, e ka vdekën në kryq, ardhja e Krishtit në këtë botë, e vdekja ti në kryq për ne që e kujtojmë me mesh, ka lanë shumë të mira pas vetës, që quhet, si e quhen Shën Pali sot, kem trashëgim. Këtë
trashëgim që ne ka lënë Zoti nëpërmjet birit të tij, e që mendon të populli i Zotit është vetëm për ne, si me thanë një babë që ka disa djel, por vetëm djali i parë thot, gjithë trashëgimia më shkon mua. E Shën Pauli thot, jo, trashëgimia e Atit qellor nëpërmjet Jezu Krishtit ju shkon të gjithë njerëzve, edhe paganëve, edhe atyne që dikur ishin larg, edhe atyne që dikur nuk e njihnin Zotin, edhe nuk ishin lidhje me fenë, si e njohim në të krishterët. Edhe ata janë pjesëtar bashkë me ne të atij trashëgimi të madh, të pafund që na jep Zoti nëpërmjet Jezu Krishtit. E vazhdon me thënë, ky mister thot, është edhe në këtë mënyrë. Paganët, pra gjithë popujt tjerë, gjithë njerëzit tjerë, janë bashkë gjymtyr të njëjtit trup. Shën Pauli krahason të kishën, kisha që jem na, kisha është përbame prej besimtarëve, kjo është kisha. Kisha nuk është muri, po kisha jeni ju, tonë bashkë na jem kish. Thot, edhe paganët janë gjymtyr, bashkë gjymtyr të njëjtit trup, të njëjtës kish, që jeni edhe ju. Shën Pauli e konsideron të këtë gjë, aq ngjarje të madhe, sa po la zbulonte besimtarëve, ju thoshte, kjo ka ndodhur në synimet e hyut, e në tash e kremtojmë me këtë fest që quhet dëftimi i Zotit, po dëftimi i Zotit, pra shfaqja e Zotit, ardhja e Zotit, që një farë mënyrë të mëredesh, e kem kremtuar edhe me 25, pra lindjen e Krishtit, ka ardhur mes nesh. Sot kisha të tjera lindore, si kisha, domethënë ortodokse, kremton sot pikërisht lindjen e Krishtit. Pra ky dëftimi i Zotit është për gjithë, e nuk është një gjë e vogël. Shën Pauli pikërisht për këtë arsye, pse nuk është një gjë e vogël, jo shpjegonte se një mister i zbuluar prej hyjut, se të gjithë njerëzit kanë të përfshim në këtë mirë, në këtë bekim, e të gjithë janë trashëgimtar të mirave të Zotit, si na thoshte në këto ditë Zoti në vend tjetër. Shën Pauli e benkon të Zotin të thonë, qoftë benkua Zoti, që na ka lënë një benkim shpirtëror, e shpjegonte se si na kishte benkua me këtë të mirë kaq të madhe, që merr vesh nuk është vetëm trupore, por janë benkime shpirtërore, e na ka bën pra trashëgimtar, e jo vetëm, por thotë edhe jem antar të njëjtit premtim. Zoti na ka premtua nëpërmjet Krishtit se kemi pas jetën e pasosën e jetën e lumtur bashkë me Zotin. Amen. Të qohna në kam e të dëshmojmë fejnë tonë. Besoj të në zonë. Vllazën e motra, të bashkuam si familje e Zotit në ditën kur Jezusi u dëftua në botë për gjithë njerëzit. Ti lutemi hyjut, që të dijmë të rinjohim dhe të pranojmë shpëtimtarin në jetën tonë. Të lutemi së bashku e të themi, shkëlqeft mbi ne drita jote o Zot. Për papen, i përshkrinjt, meshtarët dhe diakonët, që të jenë udhëhes të matur dhe pikë rrëfimi për ata që kërkojnë Zotin. Të lutemi.
për të gjithë njerëzit me vullnet të mirë, që të dinë gjithmonë të drejtojnë shikimin drejt hyjit, duke lënë të drejtohen nga ai, ashtu si dietarët nga ylli. Te lutemi. Për fëmijët, që të jenë të respektuar në dignitetin e tyre dhe në të drejtat e tyre, e të mund të kenë një familje, dashuri, bukë për të shuarurin dhe kohë për të studiuar e për të luajtur. Te lutemi. Që ylli që tregon Jezusin, fjala dhe buka e jetës, të na udhëheq në ecjen e ekzistencës sonë. Te lutemi. O hy aty ynë që ke dërguar në botë birin tënd, drita e vërtet që ndriçon të gjithë njerëzit, e baj që me jetën tonë të përforcojmë dhuratën e fesë që na ke dhurua në për Krishtin Zotin tonë. Lutuni vlazën e motra në që flia ime lejuja,
të dali pëlqyeshme para hyu të Atit gjithëpushtitshëm. Shikoje me mirësi po të lutemi o Zot, këtë dhurat të kishë sate, e cila nuk po të paraqet arë kem lëmirë, por atë që në hien e këtyne dhuratave shënohet, fliohet dhe bahet ushqim, Jezu Krishtin, që jeton e mbretron në shekuj të shekujve. Zoti i qoftë me ju, t'i lartësojmë zemrat, falenderojmë Zotin hyun tonë. Për një mend është punë e dajle e drejtë, është detyre jona dhe burim shpëtimi të falenderojmë. Gjithmonë e gjithkund ty, o Zot Ati shajt, hyj gjithëpushtitshëm dhe mshuar. Sepse sot, ke zbulua misterin e shpëtimit tonë në Krishtin, që është drita e popujve. Dhe pasi Krishti u deftua në natyrën tonë të vdekshme, na keri përtri me lavdinë e re të pavdekësisë ti. Dhe prandaj bashkë me angjuj dhe kryengjuj, me fronë dhe zotrus dhe me gjithur arallën e ushtrisë qellore, po këndojmë himnin e lavdisë sate duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shenjt o Zot, burimi i çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi, shenjtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tanë që të bahen për ne, korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet të mori buken, të falenderoj e theu, u alanzansët vetë le tha, merni e hani të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të fljohet për ju. Po ashtu pasu kjo darka mori e le kelkun. Për srit falenderoj, u alanzansët dhe të le tha merni e pini gjithë prej ti, kjo është kelku i gjakut tim. I besiljes rele të më shumë që do të derdhet për ju e për shumë njerëz, për faljen e mkateve. Bajni këtë në përkujtimin tim.
misteri i fesë. Prandaj o Zotë, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tan, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falinderojmë që na lejove të qëndrojmë para te të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shajt të na bashkojë në një trup të vetëm gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjen mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sose ndëshni bashkë me papën ton Leonin, me i peshkvin ton, rokun dhe me gjithë klerin tëndë. Le të bjen mend edhe për vlezërit tanë, motrat tona, cilë pushuan me shpresë të ngjallje, se le për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoje edhe ata ndritën e ftyrë sate. Po të lutemi kim mëshirë edhe për ne gjithë, që të bahemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marinë Virgje Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shajtrit apostujve, me gjithë shajtrit që gjithër pëlqyen, që të mallrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tëndë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o atë hy gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt të kjoft të çdo nder e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Një mendje dhe një zemre ti drejtohemi atit ton qelor. Aty që shekë në kjoftën jyt, artëmet në jote, banvunesa jote, ukën tonë të përgjishme, e prëndë e sot, e fajtën katit tonë, si një në fejtër ta. Na liro po të lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe për mirësin tënde na je paqen ditë tona. E në saj të mëshirë sante do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresë në lume, ardhin e shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krisht, ti u ke thënë apostujve tu, po ju la paqen. Po ja paqen time, mos i shikon mëkatet tona, por fene kish sate, jepi asaj si pas vullnetit tënd paqë dhe bashkim, ti që jeton në mbretëron në shekujt shekujve. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Jepjani njëri tjetrit shenjën e paqes. Ja qëngji i hyut, ja i që i shlyen në katit e botës, lumë ata që janë thirrur për gostin e qëngjit.
Të lutemi. Na del para po të lutemi o Zot gjithmonë e gjithkohë me dritën qellore, kështu që misterin në cilin deshe të marrim pjesë, ta kundrojmë me dritën e fesë, le ta marrim në zemër me dashuri të daj në për Krishtin Zotin ton. Zoti qoftë me ju. Hyu që ju thirri prej territ në dritën e vetë të shkëlqyeshme, ju ben kosht le i forcoft zemrët tuja në fe, në shpresë e në dashuri. Krishti i cilin e ndiqni me besnikëri që sot u shfaq si dritë që shndrit në errësirë, ju baftë le ju dritë për vllaznit tuaj. Sikur se dietarët e shajnë që shkuan pas hyllit, e leju në mbarimin e jetës me gëzim të madh, e gjetshi dritën e dritës Jezu Krishtin Zot. Le benkimi i hyu të gjithë pushtetshëm, i Atit e i Birit dhe i Shpirtit shajtar të mbi ju, e qëndroft për gjithmonë. Me shajnë ka krye të shkojmë në paqë.